الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ska dyshim se ti thrasësh njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala është prej veprave më madhështore, më të bukura me të cilat mund të cilësohet muslimani. Këshillimi i tjerëve, përkujtimi i tjerëve, xhelozia që njeriu e ka ndaj fesë së Allahu subhanahu wa taala. Gjitha këto janë vepra madhështore. Megjithatë duhet të kemi parasysh se kjo asesi nuk do thotë se ti i ke në dorë zemrat e njerëzve, se ti mund t'i kthesh ata kudo që ti dëshiron, se në dorën tënde është udhëzimi i tyre final. Përkundrazi, zemrat janë në dorën e Allahu subhanahu wa taala, kurse ne jemi vetëm mjete dhe shkaqe për të arritur udhëzimit e këta. Ashtu siç thotë Allahu subhanahu wa taala, fadhakkir inma anta mudhakkir. Andaj ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam këshilloj njerëzit, sepse ti je vetëm këshillues. Lasta alejhim bimusaytir. Ti nuk je atill që me forcë i detyron ata që të futën e fenë Allahu subhanahu wa taala. Pra, këshilloj njerëzit me shpalljen që Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur mbi ty. Mirë po, vetëm ky është misioni yt. Pra misioni yt është kumtimi i qartë, kurse llogaria e tyre i pret te Allahu subhanahu wa taala. Wa dhot Allahu lasta alejhim bimusaytir. Nuk e i tillë që me forcë të detyrosh ata ta pranojnë imanin dhe besimin. Pse? Sepse feja është këshill dhe zemrat janë në dorën e Allahu subhanahu wa taala, në dorën e krijuesit të tyre madhështor. Për arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte bellighu anni walau aya. Kumtojeni për cilën i prej meje qoftë edhe një ajet. Nga gjithë kjo që u tha, dalim përfundim se patjetër personi i cili i thret njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala duhet të tregohet i butë dhe i mshirshëm me ta. Mësojmë se ndikimi real në zemrat e njerëzve është kur ti tregosh i butë dhe tregosh njeri i urtë, pra punon dhe vepron me urtësi, e jo me mendjelesi dhe ngutje, me pamaturi. Jo me fuqi dhe me forcë dhe mbizotrim dhe kontroll ndaj tjerëve. Pra ti i thret njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala me aq sa Allahu të ka dhënë dije. Mirë po, duhet ta kesh parasysh se nuk ke mundësi asesi ti udhëzosh të gjithë. Këtë mundësi nuk e kishte as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilit Allahu i tha: innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ti s'ke mundësi ta udhëzosh atë që ti dëshiron. Përkundrazi është Allahu ai i cili e udhëzon këtë doj. Po ashtu Allahu i thot: afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. A vërteti mendon se do t'i detyrosh njerëzit me forcë që ata të jenë besimtar? Po ashtu nga kjo përfitojmë që personat që i thrasin njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala duhet fokusohen dhe të përqendrohen vetëm në kumtimin e fesë së Allahu subhanahu wa taala. Se si ta bëjnë të qasshme të vërtetën tek njerëzit, edhe jo të angazhohen e preokupohen vetëm me atë se apo kanë rezultat në thirrjen drejt Allahu subhanahu wa taala. Sepse tërë çështja është në dorën e tij. Zemrat e njerëzve janë në dorën e Allahu subhanahu wa taala. Ai i drejton ato si të dojë. Siç përmendet në hadith të saktë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: inna quluba bani adama kullaha bayna isbi'ain min asabi'ir rahman. Tha vërtet se gjitha zemrat e bijve të Ademit, pra njerëzve, janë mes dy gishtave të Allahu subhanahu wa taala. Ka qalbin wahid, sikur të ishin një zemër e vetme. Yusarrifuhu haythu yasha. Allahu i drejton ato, i ndryshon ato ashtu siç ai dëshiron. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e luti Allahun dhe tha: Allahumma musarrif al-qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. O Allah, o ti që i ndryshon zemrat, o ti që i drejton zemrat ka ti të dëshiron, drejtoj zemrat tona drejt bindjes ndaj teje. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.